Një ditë më parë, në fushën sportive pranë shkollës së fshatit Golem, njësia administrative Golem në Lushnjë, organizoi panajirin lokal Festa e Mjaltit. Megjithatë, aktiviteti u karakterizua nga një pjesëmarrje ulët, si në numrin e stendave, ashtu edhe në praninë e qytetarëve. Sipas banorëve të zonës, kjo mund të ketë ardhur si pasojë një organizimi jo të mirë ose mungesës së koordinimit me bizneset dhe fermerët vendas. Prej 3 vitesh, këto panajire organizohen me synimin për promovimin e njësive administrative dhe produkteve tradicionale, por pjesëmarrja vijon të mbetet e vakët. Në panajir ishin vendosur rreth 15 stenda me produkte të ndryshme bujqësore, gatime tradicionale të zonës, punime artizanale, si dhe ekspozim të disa mjeteve bujqësore nga kompani private. Aktiviteti nisi me tingujt muzikor të DJ Enea Boriçit e me performanca të valleve popullore dhe veshjeve tradicionale muzeqare, duke sjellë një atmosferë festive për të pranishmit. Megjithatë, sipas pamjeve nga aktiviteti, këto panajire lokale nuk po arrin parametrat e një panajiri të mirëfillt dhe nga viti në vit vjet re një zbehje e interesit dhe pjesëmarrjes. Një nga arsyet e diskutueshme mbetet edhe vetë emërtimi Festa e Mjaltit, ndërkohë që në panajir mungonin produktet kryesore të tij. Pjesë e këtij aktiviteti ishin drejtues të institucioneve të Bashkisë Lushnjë, përfaqësues të njësisë administrative Golem, si dhe drejtues e punonjës të njësive fqinje. Në këtë panajir mori pjesë dhe nënkryetaria e Bashkisë Lushnjë Maldrita Bardo, e cila përcolli mesazhin për ruajtjen dhe promovimin e vlerave tradicionale dhe trashëgimisë kulturore për brezat e ardhshëm. Pas fjalës përshëndetëse të pranishmit vizituan stendat e vendosura në ambientet e fushës sportive pranë shkollës së Golemit. Желаю тебе помочь.